Të nderuar demokratë që jeni këtu sot me ne, i nderuar kryetari i Partisë Demokratike, profesor Dr. Sali Berisha, duhet t'ju uroj gjithashtu për zgjedhjen tuaj si zëvendës presidenti i CDI-s, një shenjë shumë e fortë e mbështetjes gjithmonë më të madhe që kauza që ne çojmë përpara po merr dhe ndërkombëtarisht. Mesazhet që po vinë edhe nga komuniteti ndërkombëtar për këtë klik që e ka Selin këtu pas nesh janë gjithmonë më të forta. Ditët e kësaj klike me krye Edi Ramën janë gjithmonë më të shkurtra. Miq, jeni këtu sot, demokratë qytetar, edhe ata që na ndiqni nga televizioni, ndërkohë që ajo që po ndodh është diçka që po të rëndit themelet e funksionimit të shoqërisë dhe të shtetit. Ajo që po asistojmë këto ditë në fakt janë vetëm kulmi tjetër, po jo i fundit, i asaj që është gjeneza dhe produkti i 11 majit. Është gjeneza sepse kjo klik e Edi Ramës, që çdo gjë e ka bazuar në kombinimin e korrupsionit dhe të krimit organizuar, përdorimin e shtetit në totalin e vetë, për t'i vjedhur dhe grabitur votën e lirë shqiptarve, është ajo që prodhoi 11 majin. Po është pikrisht gjithashtu 11 maj gjeneza e kësaj qeverisje, e cila sot po i tregon sytë e gjithë botës, me prova se si i grabit shqiptarët jo me pak miliona, po me qindra miliona. Tumori i korrupsionit të Edi Ramës nuk ka më nevojë as për skaner, as për radiografi, nuk ka nevojë as për biopsi. E shohin gjithë me sy se si po kalbzon kjo qeverisje. Në fakt, e ka bërcyer edhe korrupsionin si nivel. I rri ngushtë nenet e kodit penal, i rri ngushtë sa që po bën Edi Rama me Belinda Ballugun e gjithë skotën e vet nga pas. Kjo është një grabitje, këta kanë arritur në atë nivel që kanë hequr dhe kapuçin. Dhe po i grabisin ditën për diell, duke i parë në sy shqiptarët. Do marr shembuj të vegjël. Tani gjithë kemi folur pafund për qindra milionat e inceneratorit të Tiranës, Elbasanit, të Fierit dhe me Tiranën që është simboli i gjithës. Unë do t'i kthehem një momenti që lidhet me Durrësin, me qytetin ku jam zgjedhur dhe përfaqësoj bashkë me kolegë tjerë. Gjithë keni dëgjuar për ekoparkun. Në fakt, në dimension duket më i vogël se sa tuneli Llogaras. Është vetëm 19 milion euro, vetëm në thonjza 19 milion euro, nga 190 milion. Por guximi për të grabitur shqiptarët, paratë e shqiptarëve, jo paratë e buxhetit shtetit, është i tmerrshëm. Në qoftë se i 50 milion që me cilën kanë vjedhur shtesë në tunelin e Llogaras, në Durrës nga 19 milion, vetëm 6 milion e gjysmë janë përdorur për ndërtimin. 6 milion e gjysmë ja kanë dhënë kompanisë Klodian Zotos. Janë ata që e kanë bërë. Po të shkoni atje të shihni sot, ka filluar dalë shtresa që mbulon ato mbetje të rrezikshme atje. Se 6 milion e gjysmë sigurisht ishte vjedhje mbete. Po mirë, po 12 milion e gjysmë euro të tjera të cilët ja kanë vjedhur shqiptarëve drejt për drejt. Me kompani të cilës ja kanë dhënë tenderin, po kur ja kanë dhënë tenderin? Kanë guxuar, kanë patur mendjen e kthjellët një javë mbas tërmetit 26 nëntorit në Durrës, që të anullonin tenderin, mos lodheshin më, që të bënin makinacionet se si t'ja jepnin kompanisë që kishin darë para se të shpalte Edi Rama që do bëhesh ekoparku. Një muaj e gjysmë përpara kompania kishte lidhur kontratë me kompaninë arkitekturore të projektimit që është klienti i Edi Ramës. Dhe kanë futur në xhep 12 milion e gjysmë euro. Një javë mbas tërmetit kanë prishur dhe kanë dhënë me tendur drejt për drejt. Janë të kthjellët edhe kur njerëzit kishin vdekur, çanin familjarët e tyre. Ishin jashtë shtëpive. Kjo lloj bande.
Po 12 milionë gjysmë euro nuk janë 26% sa që janë 50 milionë eurot e tunelit llogaras, janë 66%. Kjo është ajo që po them, kanë hequr kapuçin, po grabisin ditën për diell. Nuk pyesin. Tani, mjafton të shohësh se çfarë komunikon Belinda Balluku me varësit e vetë dhe kupton se ku ka arritur. Kupton se çfarë do thot diella. Kupton kush është mekanizmi që ata do të grabisin. Do një shembull tjetër, përsëri do ta marr se është në Durrës, po nuk është vetëm i Durrësakëve. Porti i Durrësit. E zhdukën portin që është aseti më i madh i shqiptarëve. Mbi 1 miliard euro kushton vetëm ai. Ndër breza kanë lënë atje kontributin pafund, shqiptar nga gjithë Shqipëria, jo nga Durrësi. Është aseti më i madh dhe më i çmuar, strategjik, qoftë në aspektin ekonomik, po doni të sigurisë që ka Shqipëria. Jo, do t'ja dhuronte miku ti arab, që të bënte ai ato mira apartamente për të zhdukur një port që ne sot duhet ta ndërtojmë me të paktën 1 miliard euro është porti tjetër. Dhe vazhdojnë e shtynë. Pse? Sepse kanë bërë përsëri të njëjtin projekt, po dalin të dhëna që është e njëjta skem, grabitje si me tunelin e Llogaras. Po gjejmë përsëri një kompani që sipas burimeve përsëri është greke. Mos ta marri kompani që ka ndërtuar porte në gjithë Shqipërinë, po do ta marrin ata se do fitojnë përsëri aty sipër. Ndërkohë vetëm 100 milion euro do të kushtoj vetëm shpronësimi i pronarëve në atë zonë. Po këto 1 miliard euro do t'i pagojnë shqiptarët një nga një. Para 2 vjetësh kam marrë më shumë të 80 milion nga taksat e shqiptarëve për këtë çështje, pastaj i çuan diku tjetër. Vjet kanë marrë 100 milion euro taksa, përsëri, taksa shqiptarët. Për atë që quajmë buxheti i shtetit, jo, nuk është buxheti i shtetit. Është buxheti i shqiptarëve, 100 milion të tjera dhe përsëri port nuk ka atje. Në këtë vit kanë planifikuar shqiptarët të marrin 152 milion euro taksa nga xhepi gjithë secilit, edhe atyre që janë sot në televizor. Pra kanë arrit aty ku nuk i sheh më syri fare. Po ç'a ndodh? Edi Rama, pasi kemi spakun që vendos që të hyjnë lojën e Edi Ramës me Belinda Ballukun dhe nxjerr një mas pezullimi, Edi Rama bënte avokatin gjykatë kushtetuese të Belinda Ballukut. Tani mundet që ajo mos ta japi dorëheqjen. Ka frikë, arsyet e saj, ka shkuar i ka bërë presionet gjithë e kemi parë, ato 7 orë aty në zyrë. Pyetja që është, Edi Rama pse nuk e shkarkon? Ka një instrument imediat, ka një arsyet vetme, është kokë e këmba i, nuk ka mundësi që si me inceneratorin 17 vendime brenda ditës t'i kaloj kryeministrit Nëndhun, është e pamundur që mos jetë përsëri kokë e këmbë në këtë histori, dhe po shkon dhe po mbron veten e vet dhe askën tjetër. Pra po ndodhin këto që do të shkundin nga themelet këdo, është detyra jonë miq. Së bashku ta ndezim për ditë më shumë revoltën e shqiptarëve për këtë që nuk është vjedhje, është shumë më tepër, po bien themelet e shtetit një nga një, është detyra jonë që dhe ata që sot qëndrojnë indiferent t'i bëjmë të jenë të ndërgjegjshëm, o sot o kur bjen kjo qeveri, në vendet tjera janë ngritur trinjt, i kanë rëzuar, kemi për detyrë që t'i ngrem dhe kjo qeveri të shporret një moment e më parë. Jam i sigurt që së bashku ne do t'ja shkurtojmë ditët kësaj qeverie. Faleminderit miq. Përshëndetje bashkëqytetar, të nderuar deputet dhe kryetar. Ngjarjet e fundit tregojnë se ky sistem po galpëzohet çdo ditë më shumë. Ashtu si ka thënë dhe Gufo Mahet Sinaloa që peshku qelbet nga koka, koha po tregon se ky peshk është vetë ajo parti që ai përfaqëson. Ndaj i them varëses së tij, Bukuroshes Balluku, nga kjo foltore të them bëj një nder vetes që të fitoni mëshirën tonë. Mere me veten në qeli atë që të gërcënonte me mesazhe. Ky është shansi yt që të justifikohesh për ato
përgjime skandaloze që do dolën në shesh. Dhe të ikësh me ndërqegjen se më në fund dhe ti bëre diçka si duhet. Në këtë datë, unë duhet të isha shumë mirë duke festuar 25 vjetorin tim, por nuk mundem, pasi ne rinia sot Faleminderit. Pasi ne rinia sot nuk kemi fatin e fëmijëve të politikanëve, të cilët përveç se shkollohen në vendet më të pasura në botë, po kalojnë edhe pushimet e tyre madhështore. Me taksat tona, unë jam si mbi 80% e shqiptarëve, të cilët ju i keni vënë shqelmi në fyt për gjatë gjithë këtyre viteve. Unë jam njëri prej tyre, të cilët ju po i varfëroni çdo ditë më shumë, po i shkatroni familjen, shëndetësinë, si dhe sistemin arsimor. Ndaj unë sot kam një ftesë për të gjithë masën që na ndjek nga ekranet. Të dalim me guximin dhe trimërinë që na karakterizon ne si shqiptar, t'i largojmë këta demon dhe të shpëtojmë Shqipërinë. Shqipëria duhet të drejtohet nga njerëz që minimalisht janë human. Faleminderit. Shqipëria duhet të drejtohet nga njerëz që minimalisht janë human dhe u dridhet zemra kur shohin njerëz në nevojë që shtohen pambarimisht. Ndaj, të bëhemi bashkë për të shpëtuar nga kjo gjendje katastrofale që ka pushtuar vendin tonë. Zoti ju bekoft ju, Zoti e bekoft gjeneratën e re. Ju faleminderit. Të nderuar demokrat, të nderuar qytetar të Tiranës, por edhe të gjithë Shqipërisë, që jeni mbledhur sot në këtë foltore parlamentare o qytetare, në foltoren e lirisë, në foltoren e demokracisë. Do të më lejoni edhe mua që sot ta nis fjalën time me një urim shumë të përzemërt për profesor doktor Sali Berishën, për zgjedhjen e tij si zëvendës president i unionit më të madh të partive të djathta në botë. Të nderuar miq, zgjedhja e profesor doktor Sali Berishës nuk është sot vetëm një fitore apo një vlerësim për të, por ajo është sot një fitore dhe për një vlerësim për të gjithë demokratët anë kënd Shqipërisë, për të gjithë qytetarët që sot me guxim luftojnë dhe çojnë mëtej kauza shumë të drejta për ta mbrojtur këtë vend. Ndërkohë realiteti në këtë vend është dramatik. Sot Shqipëria drejtohet nga një pushtet i zhytur në korupcion, i zhytur në krim. Kryeministri sot na shet luksin e udhëtimeve të veta nëpër Europë, në Emirate, ndërsa qytetarët e këtij vendi përballen me varfëri, përballen me një vend që sot është duke u përmbytur, ndërsa e pandeura Balluku për korupcionet dhe për aferat së bashku me shefin e vet, e ka kthyer çdo projekt në një burim fitimi për veten e tyre, ndërkohë që qytetarët e këtij vendi sot mbeten të braktisur. Sot vi këtu në këtë foltore për të përcjell zërin e gjithë banorëve të qarkut të Korçës, një qark i cili rezaton gjithmonë kulturë, qytetari, dinjitet, por një qark që sot është lënë në ares nga qeveria shqiptare për shkak të mungesës së përgjegjësisë së kësaj qeverie ndaj qytetarëve të vet. Sot banorët e qarkut të Korçës janë përballur me vështirësi të mëdha, me një krizë të trefisht, një krizë e cila erdhi si rezultat i rreshjeve të ditëve të fundit, rreshje këto të cilat shkatruan rrugët e korupcionit të kësaj qeverie, odhën poshtë mundin edhe djersën e fermerëve shqiptar, por edhe rrezikuan jetën e shumë banorëve. Dëmet sot janë shumë të mëdha në ekonominë e këtyre njerëzve, sot shumë prodhime janë hedhur, shumë ferma ndodhen në gjendje të vështirë dhe banorët janë braktisur totalisht
pikërisht nga kjo qeveri e korruptuar dhe do të theksoj sot rrugën Qukës-Qafploç. Një rrugë e cila ka nisur me një kosto prej 70 milion euro, por sot ajo u kushton xhepave të qytetarëve shqiptar plot 260 milion lek, një kosto e trefishuar dhe vetëm 43 kilometra rrugë, të cilat janë të ndërtuara për 14 vite. Të nderuar qytetar, më thoni në cilin vend ndërtohen rrugët me një kosto kaq të madhe, por jo vetëm kaq, një rrugë e cila mund të ishte një rrugë vdekje për çdo qytetar të këtij vendi, e pat se çfarë ndodhi në rrugën Qukës-Qafploç. Vazhdoj më tej, në rrugën Korçë-Ersek, plot 80 milion euro investim, një rrugë të cilin kjo qeveri e inauguroi vetëm për fushat elektorale, pa kolauduar mirë dhe pa menduar që këto rrugë do të rrezikonin jetën e qytetarëve shqiptar, sepse ata sot nuk interesohen për jetët e njerëzve, por interesohen vetëm për kariget e tyre. Në fakt, këto nuk janë vetëm probleme të Korçës, këto janë probleme sot të mbarë Shqipërisë dhe pikërisht korrupsioni i kësaj qeverie është ai i cili po i largon të rinjtë, po i shpopullon këtë vend, po i varfëron edhe më shumë familjet shqiptare dhe po shkatron besimin tek shteti. Largimi sot i Edi Ramës, të dashur miq, nuk është një slogan politik, por ajo sot është një domosdoshmëri jetike që këtij vendi t'i kthehet besimi tek shteti. Foltoria jon, parlamentare o qytetare, është vendi për të thënë të vërtetat pa frikë. Ndaj sot Shqipëria ka nevojë për një drejtim të ri, ka nevojë për një qeverisje të ndershme, për një model i cili respekton ligjin, punën dhe qytetarët e ndershëm të këtij vendi. Vetëm Partia Demokratike, vetëm opozita e bashkuar do të jetë ajo e cila do të garantojë zgjedhje të lira dhe të ndershme, qeverisje të përgjegjshme dhe rikthimin e besimit të qytetarëve tek shteti. Adheu është i shqiptarëve dhe ne duhet ta mbrojmë atë. Ju faleminderit. Mirëmbrëma të gjithëve, i nderuar profesor doktor Sali Berisha, i nderuar presidenti i Partisë së Lirisë Zoti Ilir Metaj, motra e vlezër, me sa duket tuneli Llogaras nuk pas ka pasur dritë në fund të tij, por hekura për Belindën me shok, se kanë 12 vite që na shesin zhvillim, ndërsa realiteti është thjesht vjedhje. Zëvendës kryeministrja e Shqipërisë është pezulluar nga detyra e saj, nga SPAK për korrupsion, dhe kjo është vetëm maja e icebergut të një sistemi të kalbur. Ndërkohë që numri 2 i qeverisë mblidhte miliona, shqiptarët jetojnë në varfëri të thellë. Ndërkohë që ajo nuk ngopej me para, prindrit tanë ikën të lodhur, të zgënjyer, duke kaluar kufin për ta siguruar ne një shans të vogël për të ardhmen. Ndërkohë që qeveria mbledh e vjedh miliona nga incinerator inekzistent, spitalet tona nuk kanë ilaçe, onkologjiku pret mrekullin dhe jo mbështetjen e shtetit. Sa familjar humbën të dashurit e tyre nga këta hajdut që nuk u ngopën kur. Dhe ndërkohë që Bela kërcente tallava poshtelar në përsheshet e Tiranës, të rinj tanë më të talentuar largohen, sepse ëndrat e tyre ja u vodhën këta. Ne jemi sot këtu për bashkëmoshatarët tanë që rrezikuan jetën me gomone, që u nisën në errësirë me shpresë dhe shumë prej tyre nuk u kthyen më. Jemi këtu për ata që u futën në burg për një gardh pa leje, për ata që u futën në burg për 2-3 fatura dritash të papaguara. Jemi këtu për ata që u premtuan falje në 2013, por nuk zgjati shumë dhe Shqipërinë e kthyen në ferr. Jemi këtu për gjyshërit tanë,
brezin që ndërtoi këtë vend me mund, me djerës dhe sakrificë, por sot trajtohet me pensione qesharake, sikur kontributi i tyre të mos kishte asnjë vlerë. Jemi këtu për prindërit tanë që lanë shtëpin me dhimbje, me kokën kthyer pas dhe zemrën e thyer, duke u larguar për vetëm që ne të mos na mungoj asgjë. Jemi këtu për sistemin arsimor të dështuar, ku radhitemi të fundit në rajon, me 60% të rinjve analfabet. Tregon qartë dhe në radhët e Partisë Socialiste ky sondazh. Jemi këtu dhe për Martinin e sa të tjerë si ai që nuk i mbrojti askush, e fajtor janë ky sistem hajdutësh. Jemi këtu për familjen që e kemi të shenjtë, e duan të na e prekin me ligje që dalin kundër traditave tona. Tani ose çohemi ose humbasim gjithçka. Ky pushtet është në cep të greminës dhe sot le t'i japim shtytjen e fundit për një vend ku nuk duhet të ikësh sa më shpejt të jetë e mundur, për një Shqipëri me mundësi e të ardhme të sigurt. Sot jemi këtu se Shqipëria nuk është e vjedhësve, nuk është e atyre që ndihen të paprekshëm, e nuk është e atyre që e shohin Shqipërinë si pronën e tyre. Ky vend është i yni dhe vetëm ne të bashkuar mund të ndryshojmë rrjedhën e historisë. Sot flasim, sot ngrihemi dhe sot tregojmë se Shqipëria ka ende zemër dhe gjak shqiptar nuk mund të pranojmë të nëpërkëmbemi nga këta hajdut që ditët i kanë të numëruara. Faleminderit. Mirë mbroma. Mirë mbroma të gjithëve. Në erë e madhe qëtë që jom në këtë foltore, edhe t'i shprej ato mendimet e mia që kam për këtë kabinë o gurzezë, që ka pjellë të natë shia të kësaj bote. Në tonë botë nuk ka një qeveri që ka botë zeza ka shumë, edhe gjithë ministrat e ti sot janë në burgë. Edhe urimi i dytë duhet uroj, deri më sot i kena thirë doktor profesor Sali Berisha, i kena thirë lideri i Partisë Demokratike, nërsa sot do t'i thrasim një emën 3, Zëvendës presidenti i CDI-s. Një duar trokitje fort për zotin Zëvendës president. Berisha, Berisha, Berisha. Jam Mihil Bushati, një tropoja si kulluar dhe një legjion i lagur. Pse thom i lagur? Këto ditë të fundit në Lezhë ka bon një suhije madhe, edhe është qargji natura në Lezhë, edhe kjo është përfajnë njerëzor, se nuk është përfajnë e natyrës dhe të madhit zot. Sepse atje nuk e kanë hap kanonin për me kalu ujtë në detë. Por nga hapja e kanonit, sepse ujtë e lagunës vjen detë. Edhe kur frynet laguna i kalon në kanonet para, në kanonet dyta, në kanonet treta. Tashti është drini, o kanoni i parë, që e ka hedhë laguna si lumë, e ka hedhë ujtë në ta, edhe ka kalu në lumë matit edhe po, tonë fusha e bregut matës, barbulloja e gjithë, me shizme gjata, biles me thonë drejtën u dola në Lezhë me morë dhe shizme peshkatarsh, sepse ato mund të qarkulloj shumë mirë. Gjitha baktin, dera, pula, dhen, dele, gjitha i kemë uj, edhe kemë varë ujë e nadhen nga Afrika, se po ne hip ujtë shumë në prajgjen, dhe në prajgjen ka hip, prajgjen nuk ka hip, dhe në prajgjen ka hip. Vërtet, u bon pak punë, po u bon shumë punë. U dash ka herët bon ajo punë që u bon në atë kohë, edhe e falenderoj, po mos deputet e Lezhës, dhe sidomos deputetin Gjingjoni, që na është qenë pranë në këtë fatkeqësi të madhe. Një duhet trokitje për deputetin Gjingjoni. Lumë kosh. Edhe tashti, thashë dhe nga po, qa kërkojmë na? Na kërkojmë
zgjedhjet lira dhe të ndershme, sepse zgjedhjet nuk janë të ndershme. Këtë zgjedhjen e kanë cilë 78 deputet dedela, të cilët po bojnë plane o kurzeza për Shqipërinë me ligjin e kartushit. Po bojnë ligje, për shembull, është ligji i 2 gjinive. U këtë punë se kom në kur, si që zotë qyqet burri me burë. Kjo është një fatkeqësi për kombin shqiptar në tonë botë, nuk e ka kush. Mund të flasim, kem ku flasim bëllë, për interaktorët, për pension, për kanë folë edhe shokët para orës, para meje, edhe nuk kom pëse vëndojna shumë. Po, kom sheft që me vargje, në përmjet vargjeve, ti shpre me allimet e mija se pshenë ma bukur dhe ma lirëshim. Me më falë pak. Roma ik. Nese kështë një vjesh bukur për përëtuar, më mirë për thëmë me fjallë se ka thonë në shkrimtari që më njëroj që flet gjatë, i thash me edhe si ime që të flasë shkurt, po kjo tha nuk mund të flasë shkurt, po i besoj me edhe seme që mund të flasë po letër, edhe fola po letër. Po ata që me o lezdu një për pensionistat, po sikur edhe këtu e di Roma me njërësit jetë ju fut një internet e ma është luku këtë shenim. Përshëndetje dashur bashkëdhetar, përshëndetje doktor Sali Berisha. Unë jam Kastriot Prenga nga Mirdita, i babaj 3 fëmijëve dhe prej disa vitesh punoj si minator në minierën e Spaqe. Besoj se pak janë në këtë vend që nuk kanë dëgjuar për këtë minierë, ku në kohën e diktaturës kanë humbur jetën jo pak njerëz. Dhe sot të kësaj dite, kushtet në minierë nuk kanë ndryshuar shumë nga atëherë. Kompania shet bakrin e nën tokës tonë, por nuk do t'ja di për ata që e nxjerrin atë. Jemi njerëz të varfër, që halli na ka detyruar të punojmë për atë rrogë që as e tillë s'mund quhet. Prej gati një muaj dhe atë pak lëmosh që na jepnin duke hyrë 10 metra nën tokë, nuk e kam më. Kjo sepse guxuam të kërkojmë të drejtën tonë. Kërkuam pak dhe dignitet dhe kushte me të mira pune. Ne nuk jemi slevër që të trajtohemi si të tillë. Unë jam një prej atyre 70 minatorëve që kompania i hoqi me një terren të lapsit, vetëm se guxuam të kërkonim të drejtën tonë dhe një jetë me të mirë për familjet tanë. U ankuam në shtet, por ministria bënte sikur nuk dëgjonte. Njerëzit që dërgoi nga inspektoriati i punës për të negociuar në vend që të ndalonin aty tek dera minierës, aty ku ishim ne, shkuan tek zyret e administratës. I pritëm 6 orë në shi dhe në erë, dhe kur dolën na thanë, ndërprisni greven, do ngeleni pa bukë, me çfarë do ju ushqeni fëmijët tuaj. Unë po them atyre zotrinve, lerini karriget dhe pushtetin jo një ditë, por një orë, dhe provoni të punoni në vendin tonë. Besoj se nuk do rezistonin. Protestuam dhe para kuvendit, me 30 tetor. Hynin e dilnin deputetët e Partisë Socialiste, na shikonin, por për ne nuk ekziston, ashtu siç ekzistojnë për shtetin dhe kompanitë, që duket se ka paguar haraqin tek kjo godin këtu. Përse u ngritem ne? Për kushte pune, sepse hym në galeri dhe nuk e dim a do dalim që andej. Për një pagë që na siguron një jetë më dinjitoze. Në ato toka kemi lindur, jemi rritur e kemi lindur fëmijët, por fitimet e saj po ikin sa në gjepat e pushtetit dhe ne s'dim se ku. Për ne asgjë. Sot moti është ftohur në Mirdit dhe bora ka filluar. Unë jam i pa punë, fëmijët e mi duan ngroje dhe veshje, dhe bora do të bëjnë të sajen, e nuk pyet ke apo s'ke të blesh dru zjarri. Apo veshje. Ku të ankohemi?
Kush na del për Zot? Mua dhe shokëve të mi, siç jemi 70 shok atje. Sot dëgjojmë për milionat e vjedhura, në tunele, në rrugë, në koncesione, a ku di unë tjetër se çfarë. Ndërsa ne jemi çdo ditë para dyrëve të minjerës për bukën e gojës. Pra, ky është shteti dhe këta janë ata që na drejtojnë sot. Për shkak të këtyre hajdutëve jemi këtu, ku jemi. Po na ikin vëllezërit, fëmijët, se këtu nuk ka drejt të jetojë, vetëm ai që ka pushtet. Unë nuk merrem shumë me politikë, por jam këtu në këtë protestë se askush mund të bëj pazar me jetën time dhe me jetën e fëmijëve të mi. Jam këtu se jam i ndërgjegjshëm që një qeveri të përgjegjshme nuk do ndodhin këto. Një qeveri e përgjegjshme s'do të tregonte bukën e gojës, por do të mbronte drejtat e mia. Por kur vjedh e nuk qeveris kjo ndodh. Prandaj duhet të ngrihemi të gjithë, se nuk po vuajmë vetëm në minatorët, po vuan edhe bujku, edhe pensionisti, edhe biznesi vogël, sa ma shpejt të thyej qafën kjo qeveri, sa ma shpejt të shkojnë drejt burgut. Hajdutët, aq me shumë shpresë do kemi për të jetuar si njerëz. Mjaft është mjaft. Faleminderit. Mirëmbrëma vëllezër dhe motra opozitare. Sot është një kënaqësi e veçantë, duhet të them që është dhe vlerësim dhe emocion i veçantë. Jam mësuar të flas gjithmonë në parlament përpara hajdutëve dhe do më ndjeni nëse kam një emocion të veçantë para jush. Jemi mësuar me i parë në sy dhe me i thënë që ka ardhur dita që prangat duhet t'i varen po këtu në mes të sheshi nga ju. Të dashur nëna që nuk keni më fëmijët tuaj që flini gjumë vetëm me fotot e tyre. Të dashur bujq që sot vuani dhe punoni si në mesjet. Të dashur minatorë që jeni ngritur në grevë dhe pretendoni për statusin tuaj. Të dashur nxënës që gjeni ditë për ditë universitetet mbyllura. Të dashur vëllezër dhe motra që ende nëpër spitale dhe nuk gjeni kura, të dashur njerëz dhe bashkëvuajtës që jeni sot e onkologjiku dhe merrni shërbimet mizerabël. Ka vetëm një fjalë, dhe kjo është Rama ik. Rama ik me shpirt ik. Rama me 40 hajdut ishte një fjalë dhe kemi thënë, është thënë po bën 400, po bën 500 hajdut. 5D dhe 6D, me diell dhe pa diell. Rama ik, po nga i tunel që korrupsioni që të ka mytur brenda. Rama ik dhe sa të lodhemi do të themi për ditë Rama ik, sepse nuk ka ngel gjën Shqipëri pa vjedhur. Nuk mund trajtohet buxheti i shtetit si me pas lekët e tyre në xhep, si me trajtu si për nabi lëmosh. Të nderuar vëllezër e motra, ju që nuk keni sot që trajtoni me ndihmë ekonomike dhe nuk keni bukë me shtru vakt fëmijëve tuaj. Është dita jonë. Është dita me i dhënë dërmën kësaj makutërie, këtyre hajdut ministra që ditë për ditë vjedhin xhepat e çdo shqiptari ndershëm. Rama ik me gjithë tabor. Mirëmbrëma të gjithëve, mirëmbrëma doktor profesor Sali Berisha, mirëmbrëma deputetë e zonës Eno Bozgo dhe doktor Zia Ismaili. Unë jam infermier nga Bashkia Dimal, përfaqësoj të gjithë fshatat nga Tapia, Çifliku, Kozare, Urkuqi, Ing, Goriçan, Samatic, edhe Kozaren, dhe një fatkeqësi të madhe nga Zoti, nga Perëndia që u mbytëm, bashkes po na ndihmon faren. As kanale që berë, siguracionet i marrin lekë i fusin xhepat, siguracionet e enfermerëve i fusin në xhep dhe ne nuk po na shikojnë fare. Mbi 150 hektar serat përmbytura, peptari, frutikultur me mandarina, portokalle, është një katastrofë e madhe. Ne nuk dim se çfarë do bëjmë. Vetëm jemi drejt mbytjes në lumë, se lumi na kalon aty afër dhe atë do bëjmë. Bashkia na ka braktisur, deputetët
Dhe mua me Zigjinen, del me atletët Bardha, Anës Lumi dhe talet me pol gjiptar, Rama Durva ikën Katar dhe takon ata ndejan, ne që do bëjmë? Ka që kisham, rovë për deja, rovë Zoti Berisha. Mirëmbrëma të gjithëve. Sot në këtë fjalë dua t'i drejtohem qytetarëve të Durrësit. Unë jam Oresti Berberi, studenti i vitit parë në drejtësi në Universitetin Aleksandër Mojsiu. Jam një i ri i këtij qyteti, i rritur në rrugët e tij, me të njëjtat vështirësi, me të njëjtat sfida dhe me të njëjtin zhgënjim që ndan çdo durrësak i ndershëm. Sot nuk flas as si servil dhe as si interesuar për poste. Flas si student, si djali Durrësit, si dikush që jeton çdo ditë pasojat e neglizhencës së pushtetit dhe përgjegjësisë. Studentët nuk kërkojnë luks, kërkojnë kushte minimale dhe dinjitoze. Në Durrës studentët përballen me një realitet që nuk i ngjan as pak me atë që na shitet nëpër ekrane. Transport publik i degraduar, autobus të tejmbushur, vonesa të përditshme, zero kushte dinjitoze, ndërsa karta e studentit një copë e cila vlen pothuajse asgjë. Dhe ndërsa ne përpiqemi të shkojmë në auditore, zyrtarët që duhet të zgjidhin problemet tona mendojnë vetëm për xhepat dhe barkun e tyre. Durrësi, Dubai i dytë i shitur nëpër ekrane, na thonë se është një qytet evropian dhe që do të jetë porti dhe jaht marina më e madhe në Ballkan. Na thonë se do të jetë një qytet madhështor. E ndërsa pas çdo shiu, edhe ati më të voglit, ujërat e bardha me të zezat përfshihen, bashkohen dhe kundërmon era kalpsir. Korrupsioni i sistemit të ujësjesit dhe mungesa e investimeve kanë bërë që bashkëqytetarët e këtij qyteti të vuajnë dhe të lagjen çdo ditë deri në gjuhë nga përmbytjet. E ndërkohë që dursakët vuan për ujë të pishëm, drejtuesit paguhen për të shërbyer qytetarëve. Merren me klientelizëm, me favore, me përfitime, ndërsa investimet mungojnë. Projektet janë fiktive, e gjitha funksionon si një mekanizëm klientelizmi, ku qytetari mbetet viktima e përhershme. E problemi më i madh, vjedhja e pronave në dritë me diell. Pas çdo vështirësie, pas çdo vjedhje galopante dhe pas çdo vuajtje të dursakëve, duhet i vidhet prona për projekte të ashtë të quajtura funksionale. Familje të tëra janë zgjuar duke parë se toka e tyre, shtëpitë e tyre, investimi i tyre, prona e të shëguar brez pas brezi, është shkelur, ndryshuar, pa konsultim, pa u dëgjuar, pa ju marrë asnjë mendim dhe duke ja vjedhur për t'ju shitur interesave klienteliste. Pra ky është Durrësi. Ky është Durrësi që ndryshe shitet në ekrane dhe ndryshe është në realitet. Kjo nuk është vetëm padrejtësi. Kjo është dhimbje, kjo është goditje ndaj dinjitetit të qytetarëve, është grabitje e të ardhmes së brezave të ardhshëm. Një sistem që ka provuar dhe ka qenë rezultat i vjedhjeve galopante të socialistëve në 34 vite. Sot, edhe pse Van Gjushdako është në ankuz, politika e tij vazhdon ndërmjet pasardhëse nga kryetarja marionete Mirjana Sako dhe kukulla e Edi Ramës. Dhe të gjithë dursakët e ndershëm, ky qytet po përdoret dhe nuk po zhvillohet, po vidhet në mënyrën më të keqe të mundshme. E ndërkohë që qytetarët vuajnë, e ndërkohë që qytetarët shikojnë se ardhmja e tyre shkelet, se prona vidhet, se qyteti shkatrohet dhe çdo gjë tjetër merr rrjedh, jo për të jetuar, por për të shkatruar. Sot të rinjtë të aty qyteti, të rinjtë e Durrësit dhe të rinjtë e gjithë Shqipërisë kanë frikë. Kanë frikë të dalin e të flasin, të bërtasin dhe të thonë atë që duan të besojnë dhe t'ju transmetojnë të gjithëve. Në për Europë, në për botë, ku do kanë treguar se gjenerata e re, gjenerata e të rinjve ka përmbysur regjime dhe këtu ka ardhur momenti që të rinjë të rrezojnë regjime, të rrezojnë maskaren, fundrinat, plerat, legenat, qelpsirat, hajdutët, maskaren dhe gjithë ata që nuk e duan vendin, gjithë ata që luftojnë dhe punojnë për Pelin dhe Ballukun, të gjithë ata që luftojnë dhe punojnë për Edi Ramën, të gjithë ata janë pikërisht fatkeqësia më e madhe e këtij vendi. E ndërsa të rinj duhet të marrin frenat, kërkojnë mbështetje.
kërkojnë mbështetjen e çdo qytetari, e çdo shqiptari, e çdo të riu dhe çdo të reje që jeton me ndershmëri. Kjo ishte fjala ime për sot. Ju falenderoj dhe ftoj çdo shqiptar, çdo të ri, çdo të re dhe çdo kënd që do të luftoj për Shqipërinë, për ta shpëtuar atë nga plerat dhe fundrinat dhe halet që komunizmi ka lënë poshtë e 34 vite sot e kësaj dite. Ftoj të marrë fjallën liderin historik Partisë Demokratike, Profesor Doktor Sali Berisha. Një përshëndetje shumë të përzemërt, ju të dashur demokrate, opozitare dhe opozitar, që jeni sot këtu të pranishëm në këtë foltore, një përshëndetje të përzemërt të gjithë opozitarve kudo që janë, të gjithë shqiptarve të cilët me zemër dhe me shpirt denojnë pa rezerva këtë qeveri e cila do të shkruhet në muret e kohrave si qeveria me anti-shqiptare, me hajdute që ka njohur ndonjëherë kombi shqiptar. Unë ju sjell këtu ju përshëndetje të përzemërta nga udhëheqja e internacionales së qendrës demokrate, përfaqësues të 115 partive të qendrës djathtë në të 4 kontinentet. Vi sot nga Brazili, nga São Paulo, për të garantuar ju se kemi miq më shumë se kurrë, se ju, demokrate, opozitarë dhe opozitarë shqiptarë, në betejën me të keqen që përballemi, nuk jemi vetëm, por jemi me mbështetje të madhe dhe të fuqishme nga njerëzit e lirë, nga njerëzit që duan lirinë dhe të vërtetën në mbar botën. Me këtë rast, unë dua shpreh mirënjohjen më të thellë të gjithëve ju këtu. Ai nderim që më bëri Internacionalja Demokrate e Qendrës, duke më zgjedhur në detyrën në postën e lartë të zëvendës presidentit saj. Është nderim për sakrificat tuaja, është nderim për qëndresën tuaj, është nderim për guximin tuaj, është nderim për mbrojtjen që u keni bërë vlerave të lirisë, të demokracisë në Shqipëri, të familjes, vlerat përbashkëta për mbar njerëz të lirë në botë. Miq, 3 ditë në punimet e Asamblesë Përgjithshme mund të them se çështjet më kryesore në ato punime ishin natyrisht Ukraina e para dhe ju mbështet dhe ju shpreh solidariteti plot kombit Ukrainas në betejën e tij për dinjitet dhe suverenitet kombëtar. U dënua me forcën më të madhe agresioni rus, pushtimi i Ukrainës, krimet e shëmtuara të njerëzimit. Në agjendën e punimeve ishte Venezuela e Maduros, në të cilën diktatori i Venezuelës, një lloj si Maduro i Tiranës, vidhte çdo zgjedhje, pavarësisht se smirte votat. Por në agjendën e punimeve të Asamblesë Përgjithshme të CDI
një vend qendror zinte edhe Shqipëria, narkodiktatura e Edi Ramës, të cilën e denonsuan dhe e denuan, duke filluar nga presidenti Ilsidiaj Pastrano, sekretari përgjithshëm i kësaj organizate, sekretarja e përgjithshme e Partisë Popullore Europiane dhe një seri oratorësh të tjerë. Droga e Edi Ramës ka marrë dhënë. Edi Rama krahasohet sot me narkodiktatorët më të rryer të planetit. Miqtë e mi, këto mesazhe janë një thirrje, janë një inkurajim i madh për ne. Të vazhdojmë këtë betejë me të gjithë guximin ton, me të gjithë fuqitë tona. Sonte para nesh folen disa të ri, dhe u i përgëzoj për fjalën e shkëlqyer që mbajtën. Krishti kishte ditëlindjen dhe ati ja uroi 120 vjet. Vite të lumtura. Por atyre dhe çdo triu shqiptar, unë i kujtoj se historia, se koha, thret se cilin prej tyre tjetë në këmbë, për të shpëtuar vendin nga kjo katastrofe vërtet në cilën rrokulliset. Të dashur miq, këto ditë Shqipëria është e ngërthyer e tëra një debat për tunelin e Llogaras, në të cilin kanë vjedhur 50 milion euro, minimumi, e vërtet është 90-97. Por kjo shumë, çdo shqiptar duhet ta di, se është shumë më pak se 100 apo 200 e atyre që kanë vjedhur këta hajdut të paftyrë. Miq, jemi vetë vend në botë që në një harë kohor 7 vjeçar janë shpenzuar 400 milion euro për djegësin e Tiranës, Fierit dhe Elbasanit. Asnjëri prej tyre sot nuk ekziston. I Tiranës nuk ka një tull, sepse parati ka vjedhë Edi Rama me Erion Velin. Akshi është kopshti Edi Ramës, kopshti privati Edi Ramës, në të cilin bashanaku i tij ka fituar me 10 tendra. Çfarë i ka ndodhur atij? E kemi denoncuar me 10 hera si gjë, përkundazi vazhdon të vjedh taksat tuaja. Unaza e madhe e Tiranës, këto ditë, mediat kanë publikuar lotin 4. A e dini ju miq, si loti 4 janë 14 lote me të cilat Belinda Balluk, Lubi Balluku, me Edi Ramën e rritën kostën e ndërtimit unazës në 450 milion euro. Më falni, unaza nga tegu, teknologjiku,
është ndërtuar para vitit 2013. Cila ka qenë kostoja? Me të gjitha ato vepra arti që ka, shko e shifeni, kostoja ka qenë 3,8 milion euro. 3,8 milion euro. Cila është kostoja kilometrit? Sot, 20-22 milion euro kilometri. Dhe jo vetëm noti 4, çdo not. A ka njëri në botë që mund të imagjinoj se një qeveri e ndan 13 kilometra rrugë në 14 lote. Si të vjedh më shumë. Sigurisht këto ditë ishin motë të mëdha të pamohueshme. Pa pyesni pak. Pse nuk lëvizën Skarpatat Gjirokastër te Belen? Dhe u them unë ju, në rrafshin gjeologjik, ajo është Skarpata më e shkripshme, më e rrezikshme. Këto ditë pati motë të mëdha. Pse nuk lëvizin Skarpata e rrugës Kombit? E dini vetë se si janë Skarpatat e tij. Pse nuk lëvizin Skarpata e Fratër, e rrugës Fratar me Maliaj? Shko shifni si janë. Kurse rrugë të Lumbis dhe Trams u shem në njëra mas tjetrës. Po miqtë e mi, se kur ndërtohet rruga, pjesë e madhe e investimit shkon me ngurësimin, me mbrojtjen nga Skarpata. Skarpata është pjesë edhe me rëndësishme se vetë rruga. Urdo çfarë ndodh tani. Urdo çfarë ndodh dhe ndodh pasi kanë 4 fishur çmimet. Të vjen ndonjëherë të duket si një kafe 50 milion shi i tunelit Llogaras. Vjedhje tjera janë vetëm një gjë, për se cilin prej jush, po dhe çdo shqiptar, kudo që është, i kujtoj këtu se në 12 vite Edi Rama me Lulzim Ballukun kanë administruar taksat tuaja. 67 miliard euro. Në 8 vite kemi administruar 28 miliard euro, sepse ne kishim gjysmën e taksave, besonim dhe besojmë që ne qeveria duhet marrë minimumin nga qytetarët. T'ja u lëra atyre të investojnë, se investojnë më me eficiencë. 67 miliard euro krahasoni me 28 miliard. U dyfishun rroga e pensione. U ndërtuan rrugë të pakten 13 herë më shumë se në 12 vitet e tyre. Merrni pak nga Hanihotit në Kakavi, akset dhe në çdo drejtim. U ndërtuan 1000 sa shkolla kopshte e tjerë. Një numër i konsiderueshëm spitalesh. Me ato para, po me 67 miliard, çfarë është ndërtuar? Me 67 miliard e ka thënë Banka Botërore, e ka thënë Komisioni i Kontrollit të Shtetit, janë vjedhur të paktën 90% të tyre. Nuk ka popull në botë më të vjedhur se sa ne. Nuk ka popull në botë më të vjedhur. Është kushtrim për çdo shqiptar. A e dini ju ç'ndodh? A e dini ju se
Këta hajdut dhe janë si që janë, këta gëzojnë kur rritën shpimet. Po pse? Sepse vjenin më shumë taksa. Ti vërtet paguën orizin 2 fish, pa të mërë taksën 2 fish në orizin që blenë, në mishin që blenë, në qumshtin që blenë. është koha të ndalim, të ndalim zot vetës. është koha. Ajo që ka arritëm ne, kemi arritur, që gjdo zëjyri të ndëgjohet në botë, gjdo përpjekje jona të mbështetet në botë, por ne duhet bëjmë punën tonë. Të rritë folën këtu, janë shpresa e vetme dhe me e madhe këti kombi. Duhet të ngrihem të mbështesim, të ngrihem i zbashku me ta. Askush nuk do në heqe Diramen ne, dhe Lumi Ballukun. Shikoni miqë, shikoni çfarë morali kanë. Hajduti është qenja më amorale mbi tokë. Ka ndëjtur këtu shtator, të them unë ju. Po fjala e popullit është 100% e vërtet. Muret kanë vesh. Po, ja u them unë ju, po. Dhe çfarë ndodhi? Çfarë ndodhi? I tha, i kërkoj t'jap dorëheqjen. Jo, tha, nuk jap dorëheqjen. Nuk jap dorëheqjen. Prisni. Po ju them të vërtetën ju, siç ka ndodhur, dhe çdo shqiptar ta dikte. Jo, nuk jap dorëheqjen. Sepse pastaj do shkoj në burg. Rama i thot po, dhe kjo aludon se nuk po më del Zot. Po ç'tu bëj atyre mesazheve, thot Rama, që ke bërë ti? Mesazhet ja këthën kjo? Çfarë flet ti, tha? Po mesazhet tua ndosi janë shumë më të këqija se të mijat. Absolutisht po. Po. Edha ti, jo mesazhet ke dërguar mua, po mesazhet që i ke dërguar Elvis Berberit. Ke 60 mesazhe të Elvis Berberit në dosje, të cilat tregojnë se ke diktuar çdo gjë. E mbylli, prisni, se është interesant. Gjatë debatit i kërkoj, po ja tha, duhet tani të paktën të shkoj në qeveria në gjykatë kushtetuese për mua. Jo, i tha ky. Nuk shkoj do se kjo është, do shkosh vetë. Si përfundim, sot ka dërguar Edi Rama në gjykatë kushtetuese, tani se po flasim këtu. Ai që mendon se Edi Rama e bën për njerëzin ai lubis, ai mendon një bullallek, domethënë më thonë, një gjë pa imagjinueshme. Absolutisht e bën vetëm për veten e tij. Sepse vetë nuk shkonte dot. E them këtu, nuk ka pas kombi njëri i hajdutë me ordinere se Belinda Ballukun. Jo. Po ama, themi të vërtetën, në Ankara ajo nuk shkonte dot për tunelin e Llogaras. Mori Rama me vete, se kur nuk shkon kryeministri pas ministrit, shkon ministri aty ku shkon kryeministri. Kështu që në Ankara dhe pazaret, në Ankara i bëri Rama. Ajo po, nërë pjesë të vete thash, është ajo që është. Por Edi Rama është. Edhe i Ankara, edhe i Llogaras, është edhe i tune, edhe i aeroportit të Vlorës, është edhe i djegësve. Harroni ju poezinë e tij. Duke përmbysur praktikën e parë me lëndfille, dhe tani do dalim tek djegët. Ku janë djegësit? Djegësit nuk janë, po 400 milion euro tuaj janë vjedhur, ama, janë vjedhur. Miq, mund të rrim gjë shumë e shumë në listë e tyre s'ka fund. Po morali i tyre është i moral i shplar. Imagjinoni, çfarë bëj?
kanë vjedhur, janë kapur duke vjedhur dhe prap nuk largohen. Jo, thot. Do i largoj. Do i largoj. Jo, do i largoj. Do i largoj. Dhe ta din. Te vend këtu nuk e kemi zgjedh kot. Jo. Ta dini se cili për jush. Kërkohet sakrifica. Ne do mlidhemi këtu. Ky është sheshi ynë. Ky është sheshi i lirisë. Do të qirojmë dhe apërtes. Erdhem këtu për t'i qëndruar armikut përballë. Erdhem këtu për t'i futur të merrin Hajdutit. Erdhem këtu për t'i thënë Hajdutit qërou. Erdhem këtu për të mos ikë kur nga ky shesh pa fitoren. Çdo shqiptar duhet ta di këtu se ky shesh, kjo foltore, përmbush misionin e saj, vetëm kur shqiptarët të largojnë këta Hajdut nga qeveria. Ndaj dhe u bëj thirrje shqiptarëve, shpirtit tyre të protestës, idealeve tyre të lirisë, karakterit dhe dignitetit tyre, të ngrihemi sepse këta Hajdut po vjedhin parat, po vjedhin qenjen tonë, po vjedhin tartën tonë, po shkatrojnë Shqipërinë. Edhe njerë, ju falëroj shumë. Ju falëroj shumë. Dhe ju ftoj të vazhdojmë betejën tonë, një betejë e cila do të përmbys narkodiktaturën e urryrë të Hajdutëve të mëdhenj të kombit shqiptar, Edi Rams, Luvi Ballukut e të tjerëve. Fitore!